Miq, përshëndetje dhe mirë se vini në Telerevistën Sportive me mua Kevin Rapa. E minuta në vazhdim do jenë në shoqërinë time për t'u njohur me zhvillimet e fundit nga bota e sportit. Pa u mburko, nisim me lajmin e parë. 4 skuadrat e para janë shkëputur ndjeshëm nga ndjekësit me 7 pikë që ndajnë Dinamon e vendit të 4 nga Teuta dhe Partizani. Veç pikëve dhe shifrat e tjera konfirmojnë kryesueset si skuadrat më të mira në abisnet superiore, duke i lënë si favorite për 4-shën finale deri në fund. Pasi kanë kaluar 20 javë të kampionatit kombëtar të futbollit, hendeku midis 4 skuadrave të para dhe ndjekësve është 7 pikë. Dhe duke përjashtuar surpriza të mëdha, në fund do të mbeten pikërisht ato që do të luftojnë për titullin abisnet superiore. Sigurisht që asgjë nuk është e sigurt dhe situatat mund të ndryshojnë çdo javë. Megjithatë, Egnatia, Vllaznia, Elbasani dhe Dinamo janë padyshim skuadrat më të mira të kampionatit dhe larg Teutës, Partizanit dhe të tjerëve. Dhe numrat e konfirmojnë këtë, jo vetëm për sa u përket pikëve. Egnatia është skuadra me numrin më të madh fitoreve, 11, e ndjekur nga Vllaznia me 10 dhe Elbasani e Dinamo me 9. Ndjekësi më i afërt është Partizani me 7 fitore, ndërsa të tjerat janë larg. Vllaznia e Dinamo kanë shënuar nga 27 gola, Egnatia 25 dhe Elbasani 22. Edhe për sa i përket numrit të golave të pësuar, përveç Vllaznisë që ka pësuar 16, 3 të tjerët kanë pësuar nga 14 gola, që është numri më i vogël. Vetëm Teuta është e afërt me 4-shën në këtë aspekt, me 15 gola të pësuar, ndërsa çdo skuadër tjetër ka pësuar e pakta 20 gola në 20 javët e para. Skuadra tursake matet me skuadrat e para edhe për humbjet e pësuara, vetëm 4, po aq sa Vllaznia dhe Egnatia, një më pak se Dinamo. Vetëm Elbasani ka bërë më mirë me 3 humbjet pësuara, por Teutën e mban larg pretendimeve numri i vogël i fitoreve, 5 të tilla, ndërkohë që ka 11 barazime. Partizani ka vetëm 5 barazime, por ndryshe nga Teuta ka numër të lartë humbjesh, 8 të tilla. Me 16 javë të mbetura, diferenca prej 7 pikësh nuk është ndonjë mal i pakalueshëm. Megjithatë, trendi flet për kryesuesit, pasi edhe në 15 javët e fundit më të mirat mbeten sërish ato që kryesojnë aktualisht renditjen. Java e 20 e kampionatit solli rezultate interesante, por edhe gola të tillë. Spikasin 3 gola, 2 me kundërsulme vrasëse në Tiranë dhe Rogozhin, por edhe një goditje e lirë e shkëlqyer në Vlorë, ku flamurtari mundi Bylisin. Shpresojmë që gjithçka të konsumohet të fushë të lojë. Java 20 abisnet superiore dhuroi rezultate interesante, si ishte barazimi 2-2 midis dy skuadrave të Kreut, Egnatia dhe Elbasani, fitoria e Vllaznisë 2-0 në Tiranë kundër Dinamos, si dhe fitoria 3-0 e flamurtarit kundër Bylisit në duelin mbijetesës. Ndeshje dramatike, por edhe me golat bukur, me 3 të tillë të përzgjedhur pikërisht nga këto 3 takime, si golat më të bukur të javës. Në vendin e tretë të podiumit qëndron goli i Lajthis, që ndrysishoi avantazhin për Elbasanin kundër Egnatias. Verdë blut po mbronin me sukses e përsinë e golit të parë derisa në minutën e 50 vjen kundërshumi i vrasës, me topin nga mbrojtja për Lajthin, që lë pas lojtarët e Egnatias dhe i vetëm përballë Dajsinanit e mposhtë atë me të majtën. Kjo është festa në Arena Egnatia e tifozërisë verdhe blu. Një gol i bukur me kundërshum ishte edhe i dyti i Vllaznisë kundër Dinamos. Në minutën e 84, shpërthimi i Kastratit në krahun e djathtë, që nxjerr kuqe blut përpara. Pasim në zonë ku bala e lë topin për Kallakun, që gjuan rrufeshëm dhe mposhtë portierin e Dinamos. Një realizim i shkëlqyer që meriton një vend në podiumin e golave. Me dialekt shkodran në Albania. Në shkallë më të lartë, megjithatë qëndron goli i Markut të flamurtarit. Edhe aty bëhet fjalë për golin e dytë, teksa vlonjatët kryesonin 1-0 me Bylisin. Në minutën e 49, Marku dyfishon shifrat me goditje të lirë nga rreth 30 metra. Gjojtja e saktë me të majtën që përfundon në trekëndshën e poshtëm e që siguron fitoren, e cila plotësohet edhe me golin e tretë. Elbasani kërkon të rikthehet e fitoria, kjo pas disa ndeshjeve radhazi pa marrë pikët maksimale. Ka keqardhje për barazimin në Rogozhin, por për ish portierin dhe ish trajnerin e verdebluve, Muharrem Dosti, edhe një pikë nuk është pak. Dhe tani më të gjithë besojnë se suksesi do të vinë në ndeshjen ndaj Dinamos të dielen në orën 16:30. Elbasani është duke vijuar normalisht përgatitjet në kuadër të ndeshjes me Dinamon këtë fundjavë në Elbasan Arena. Synohet të rikthimi tek fitoria, kjo pas disa ndeshjes radhazi pa arritur 3 pikët. Për ecurinë aktuale të Elbasanit, RTS Sport ka folur me ish portierin verdhe blu, por njëkohësisht dhe ish trajnerin e kësaj skuadre, Muharrem Dostin. Për të edhe një pikë në Rogozhin, për më tepër përballë kampionës së fuqi, nuk është pak. Po në fundit luajtim kundër Rogozhinës, jo më kotash ekip kampion. Por mund të kishim administruar dhe pak më mirë lojën. Por sa i përket pastaj edhe episodet vendosen. Po të kishim qenë pak më të kujdesshëm, ndoshta ato të kishin kaluar. Për Dostin, Dinamo është kundërshtar i vështirë, por ai beson se Elbasani do të kthehet tek fitoria pikërisht në këtë sfidë. Besoj që Dinamo nuk është e vjetshme.
sepse ka shumë largime, neve si mjetë kemi pas edhe kompaksi, dhe kam thënë që fillim që neve ka që ne kemi pa diskutueshme, po ndoftë edhe çik më lart. Në fund, do si flet edhe për merkaton me pikatorët e Elbasanasve, të cilët përflitet se janë gati për të bërë 2 afrime me lojtarë të huaj. Unë mendoj që grupi është i mirë. Ndoftë ne ka moment që edhe mirë ka bërë që s'ka bërë shumë ndërhyrje. Sepse në herë kur bëhen ndërhyrje ndoftë prishin edhe planat e grupit që është më realisht. Ndeshja Elbasani Dinamo luhet të dielën në ora 16:30 dhe do të vi drejt për drejt në RTS Sport. Përplasjen një faze më parë që përfshiu madje më shumë se një ekip, Edi Martini tentoi ta përsëriste sipërmes gjesteve ashtu si edhe deklaratave ironike. Vetëm se këtë herë Daja qëndroi larg duke injoruar ironitë dhe Martini mori me vete vetëm kartonin e kuq që e përjashton për ndeshjen me Partizanin. Kur nuk kemi armiq, bëjmë mirë të gjejmë një mënyrë për të krijuar, është një nga shprehjet e famshme të Robert Greene, autori i librave mbi strategjinë, pushtetin dhe joshjen. Një lëvizje që krijon motivim me alibi, por edhe të mban në qendër të vëmendjes. Diçka të tillë me siguri po kërkon me ngulme dhe Edi Martini, tekniku i vllaznisë që armiqsinë me Dinamon, që e lindi një fazë kampionati më parë, sërish përmes deklaratave e gjesteve, po përpiqet me apo pa sukses mbetet për të parë në vijim, ta mbaj gjallë edhe në ndeshjen më të qetë mediatikisht dhe të fituar pa polemika. E dishim që kërkoshim, e dishim se kishim marrë, erdhëm me mësu në gjë këtu sot, po nuk arritëm me mësu kur gjë, po megjithatë jam i kënaqur në pikë që morëm, kjo është ajo që më gëzon. Krah të jep rezultati, patjetër, ndryshe do të kishte patur që të mësonte, edhe pse në thelb nuk bëhet fjalë për leksione taktike, por për ngritje nervash përmes një ironie që po i injorohet. Daja refuzoi të përfshihet në debate që i adhurojnë ndoshta vetëm tifozët dhe media, ndryshe nga sa ndodhi në fazën e dytë, pas sfidës në Loro Boriçi. Ai që nuk hoqi dorë, edhe me koston e mungesës në sfidën e radhës me Partizanin, si nga fjalët ashtu dhe nga gjestet, ishte Martini, por me vete këtë herë, mori vetëm me euforinë e shkodranëve që u pëlqejnë batutat dhe një karton të kuq. Dëmtimet shqetësojnë kampin Dinamovit në prag të sfidës me Elbasanin. Janë 5-6 lojtarë të cilët munguan edhe në ndeshjen e së hënës me vllaznin, por që për trajnerin e bluve Ilir Daja, asnjëri prej tyre nuk mund të jetë i gatshëm të dielën në sfidën me Verte Blut, kjo në orën 16:30. Dinamo në alarm me lojtarët e dëmtuar që ka. Madje dëmtime që nuk e lejojnë trajnerin e bluve Ilir Daja që në përballjen me Elbasanin të dielën në ora 16:30 ta ketë formacionin e plot. Dhe arsyeja e humbjes me vllaznin ishin pikërisht mungesat e lojtarëve të dëmtuar, si dhe boshatisja e stolit, pa patur mundësi të dublimit të roleve. Të paktën këtë kanë nënvizuar për emisionin Supergol. Në përfundim të ndeshjes me vllaznin, trajneri i Dinamovit Ilir Daja. Nuk duhet të justifikohen, por që të mungojnë gati 5-6 lojtarë të formacionit për më pak se një javë apo 10 ditë, duke futur edhe dëmtimin e Maliqit, edhe transfertën e Karambës, Ali që nuk është rikuperuar akoma, Beqa që janë shumë lojtarë, Qefalia, Neziri, që janë gjithë lojtarë formacioni, dhe po e filloj nga kjo pjesa që thash nuk do justifikohesha, por që po të shikonim në bankin kishin vetëm Ismaili mbrojtës dhe një lojtar të trive, dhe të gjithë lojtarët e tjerë që kishim ishin lojtarë të sulmit. Dhe shpresat për rikthimin e të dëmtuarve në duelin me Verde Blut janë të pakta. Arsyet i bën të ditura veti pari bankinës blu. Nuk besoj që kthehet njëri në ndeshjen e radhës, sepse edhe Neziri edhe Qefalia duan pajtën mbi 10 ditë terapie dhe stërvitje individuale për të bashkuar pastaj me grupin. Ali po bashkë me Beqën e kanë pak më të vonshme, kështu që themi që duhet gjejmë një mënyrë tjetër të luajturit me kontingjentin që kemi, pasi sot na doli edhe Lorani i dëmtuar me ndrim të detyruar. Dhe kjo situatë emergjente është ndër të rralla që mund të ndodhë me skuadrën dinamovite, krahasuar kjo me muajt apo sezonet e fundit.
Para se të bëjë famshëm me Romën dhe Interin, Francesco Moriero, trajneri sotëm i flamurtarit, i ka fillimet e Lecce, skuadra e qytetit të lindjes. Televizioni italian Rai 3 ka kushtuar një seri të veçantë të programit Radix që transmetohet të premteve pikërisht për rrënjët e tij në qytetin e rajonit të Puljas në Italinë e Jugut. Quando dici Lecce, dici Francesco Moriero, trajnerin italian të flamurtarit, shumë e mbajnë mend si lojtar për sezonet me Romën dhe Interin, ku ka luajtur me fenomenin Ronaldo. Por fillimet e tij ka me Lecce, skuadrën e qytetit të lindjes, thuaj se përballë Vlorës në anën tjetër të Adriatikut. Televizioni italian Rai 3 i ka dedikuar një seri të programit Radix, e cila do të transmetohet të premten. Gazetari Edoardo Labini e ka intervistuar trajnerin e kuqezimin në stadiumin e Lecces, ku ai ka hedhur hapat e parë si futbollist. Për mua ky stadium do thotë shumë kujtime. Sapo shkel këtu kujtimet rikthehen në shast, që kur ishe i vogël. Më kujtoj debutimi kundër Juventus, Mr. Mazzone në pankin, pastaj edhe gjithë historia e këtij klubi. Kujtimet janë vërtet shumëta. Jam rritur këtu me gjitha skuadrat e Lecces, bashkë me mua ka qenë edhe Antonio Conte. Më kujtohet që në vitin e fundit në Serie A, 8 nga 11 lojtarë të formacionit ishin në ekipet zinxhir. Besoj se kemi vendosur rekord. Në atë stadium edhe goli i parë. Golin e parë në Serie A e kam shënuar kundër Atalantës. Gol në trekëndësh nga 35 metra. Rapova te Mazzone për ta përqafuar. Kam ende në kujtesë. Ce l'ho ancora nella mente. Edicioni 2 i gjysmë maratonës së Kukësit do të zhvillohet këtë vit brenda një dite, duke sjellë risi dhe aktivitete sportive për të gjitha moshat. Për herë të parë, pjesë e aktivitetit do të jetë edhe maratona e të rinjve, ndërsa organizimi mbështetet nga bizneset lokale dhe Bashkia Kukës. Ndryshimi i itinerarit synon të përmirësojë eksperiencën e pjesëmarrësve dhe të promovojë më mirë qytetin. Këtë vit zhvillohet edicioni i dytë i gjysmë maratonës së Kukësit, një aktivitet sportiv dhe artistik që do të mbahet brenda një dite dhe që synon të promovojë sportin, jetesën aktive dhe qytetin e Kukësit. Risia e këtij edicioni është përfshirja e maratonës junior, e cila ju jep mundësi edhe fëmijëve të rinjve të bënë pjesë e këtij eventi sportiv. Si vjet i shtohet edhe maratona junior që do jetë për trit, është një mundësi shumë e mirë që Kukësit promovohet nëpërmjet një aktiviteti sportiv, por jo vetëm sportiv. Ajo çfarë është me interes dhe ne shfrytëzojmë rastin të bëjmë thirrje qytetarëve të Kukësit që të bashkohen më shumë se sa vitin e kaluar dhe të ri dhe të rejat, vajza dhe djem nga gjimnazi dhe shkolla nëntëvjeçare. Për të garantuar një eksperiencë më të mirë për vrapuesit, organizatorët kanë vendosur edhe ndryshimin e itinerarit të garës, i cili do të përfshijë segmente më të përshtatshme dhe më atraktive të qytetit. Itinerari do ketë ndryshime për shkak sepse vitin e kaluar ka pas bllokim të gjatë të qytetit. Ne si vjet po mendojmë të anashkalojmë pjesën e madhe të qytetit, do ketë vetëm një segment nga turizmi për tek ujësjellsi dhe tek rreth rrotullimi, pastaj vazhdon për Mështiqen, Nang dhe kthim. Gjysma maratona e Kukësit organizohet nga Qendra për Progres Rinor në bashkëpunim me Bashkinë Kukës dhe synon të kthehet në një aktivitet të përvitshëm që promovon sportin, bashkëpunimin dhe jetën aktive në komunitet. Lara Kolturi ka mbyllur në vendin e 20 etapën e Kupës së Botës në slalomin special. Fituese ishte austriakja Scheib, ndërsa pasaj zvicerjane Ras dhe suedezja Hector. Lara Kolturi është e 20 në përfundim të slalomit special në Grand Place të Italisë. E nisur e 9 në radhë, kjo në 30 shënd finaliste, teksa në rëshqitjen e parë ishte e 22 me 1 minutë e 16 sekonda e 42 të qindat, Lara Kolturi fikson kohën përfundimtare 2 minuta 23 sekonda 96 qindat. Fillimisht ishte e dyta, por duke patur skiatore të forta, që nga Brignone, tek Hector, Schifrin, Ras, apo edhe austriakja Scheib, Kolturi ka përfunduar në vendin e 20. Një garë e vështirë për të, edhe pse ishte një pjesë që e njite dhe që stërvite për ditë. Gjithsesi rezultati mirë, teksa mbetet në 2 vendet e dyta në Levi dhe Gërk, si dhe në 2 vendet e treta në malet Cooper dhe Semring. Fituesja e kësaj etape të Kupës së Botës në ski, gjithnjë në slalomin special, ishte austriakja Scheib, me kohën 2 minuta 19 sekonda 85 të qindat. Pasaj zvicerani Ras me kohën 2 minuta 20 sekonda e 22 të qindat dhe në vendin e tretë suedezja Hector me kohën 2 minuta 20 sekonda 31 të qindat. Brignone në vendin e 6, kjo pas rikthimin nga një dëmtim i gjatë, kurse Schifrin në vendin e 4.
Tani më, gara e radhës për Lara Kulturin do t'jetë në Spindler Roof Mlyn të Çekisë, teksa të shtunën do t'jetë në slalomin gjigant me rrëshqitjen e parë në orën 10 dhe të dytën në orën 13:30, kurse të dielën slalomi special në orat 09:30 rrëshqitja e parë dhe 12:15 rrëshqitja e dytë. Gjithnjë shpresojnë që Lara Kulturi do të bëjë më mirë se sa në Kromplac, atje ku gjithçka erdhi drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar, si të gjitha etapat e Kupës së Botës. Pas garës së djeshme, Lara Kulturi ka treguar emocionet për mikrofonin e radio televizionit shqiptar. Sipas kreatores Kuqezi, gjendja e saj fizike nuk e ka lejuar të japë më të mirën. Dy garat e radhës janë në Çeki dhe Lara premton se do të bëjë më të mirën. Lara Kulturi vetëm e 20 në slalomi special në Kromplac ka treguar emocionet e garës së saj për mikrofonin e radio televizionit shqiptar. Për gazetaren Alicia Burnazi në emisionin Shqipëria mbi ski, Kulturi ka shpjeguar dhe gjendjen e saj fizike. Jam e dashuruar me këtë pistë, jam shumë e lumtur që nuk u dorëzova, por nuk dhash gjithçka sa doja, sepse kam qenë e sëmurë në ditët e para të garës. Megjithatë jam përpjekur të jap më të mirën time. Dy garat e radhës janë në Çeki, kjo të shtunën në slalomin gjigant dhe të dielën në slalomin special. Kulturi premton se do t'japi më të mirën, ndërsa ndihet mirë me atë që ka arritur në Kromplac. Sigurisht që qëllimi im është të jem më mirë fizikisht në dy garat e ardhshme dhe të mos jem si sot e sëmurë. E do përpiqem të jap maksimumin tim. Jam krenare për çfarë kam arritur sot, por do të shohim se çfarë do të ndodhë në garën e radhës. Arsenal është skuadra e momentit në Europë me ecurim perfekte në Champions League, 7 fitore në 7 ndeshje. Pas suksesit 3-1 kundër Interit në Milano, topçinjt janë praktikisht fitues të fazës së ligës. Ndërkaq fiton me goleadë Real Madrid, ndërsa Manchester City turpërohet në Norvegji. Arsenal ka vazhduar ecurim perfekt në Champions League, teksa ka arritur fitoren e 7 në pajt ndeshje në fazën e grupit. Mbi të gjitha, skuadra londineze ka siguruar matematikisht një nga dy vendet e para, që i lejon të luajë në shtëpi në çdo raund deri në gjysmëfinale, pas fitores 3-1 kundër Interit në Milano. Anglezët kaluan në përsin minutën e 10 me Gabriel Jesus, që shënoi pranë portës. Inter barazoi me gol të shkëlqyer nga Sučić 8 minuta më pas. Megjithatë, Jesus shënoi edhe një herë në të 31-ën, dhe Arsenal shkoi në përsi 2-1 në pushimin e lojës. Në të 84-ën, Gyökeres shënoi edhe të tretin. Anglezët presin Kajrat Almaty në ndeshjen e fundit dhe praktikisht e kanë siguruar vendin e parë. Ndërsa Inter me 3 humbje radhazi tani është jashtë 8 të parave dhe rrezikon të mbetet aty edhe pas ndeshjes së fundit. Në vendin e dytë të paktën për 24 orë ngjitet Real Madrid pas fitores 6-1 kundër Monakos. Një ndeshje dominuar plotësisht nga të bardhët në drejtimin e Arbeloas për herë të parë në Champions League. 2 gola nga Mbappé në pjesën e parë, plotësuar nga 4 të tjerë pas pushimit. Dhe Real mban vendin e dytë me gola barazh më të mirë se Bayern Munich, që luan sot në mbrëmje. Kampionin fuqi i Evropës Paris Saint-Germain pasoi një humbje të rëndësishme në Lisbon nga Sporting. Të 3 golat u shënuan në çerekorën e fundit. Suarez shënoi në minutën 74 për vendasit, por vetëm 5 minuta më pas barazoi Kvaratskhelia. Në minutën 90, sërish kolumbiani Suarez shënoi dhe i dha një fitore të madhe skuadrës portugeze. Në Londër, Tottenham mundi 2-0 Borussia Dortmund me 2 gola që në pjesën e parë, ndërkohë që Manchester City u mund 1-3 në Norvegji nga Bodo Glimt, duke vënë në dyshim vendin në 8-shën e parë. Ka nisur java maraton e Euroligës në RTS Sport, ku do t'jenë 4 ditë transmetimi drejt për drejt. Ndeshja e parë zhvilluar të martën në mbrëmje, ku Panathinaikos ka fituar përballë Baskonias thellë, duke e kthyer gati në një ndeshje stërvitore. Euroliga ka nisur javën e 23 me një fitore të thellë të Panathinaikos ndaj Baskonias 93 me 74 në Telekom Center të Athinës. Ndeshja nisi me disa shkëndija të mira për spanjollët, por shpejt skuadra vendase do ta merrte nën kontroll lojën fal një mbrojtje e cila u kthye në të pakalueshme që në periudhën e parë. Periudha e parë përfundoi 26 me 14 për vendasit dhe për Baskonian asgjë nuk ndryshon as në të dytën, e cila fitoi sërish nga Panathinaikos 22 me 17. Në pushim të ndeshjes skuadrat shkojnë në dhomat e zhveshjes me 19 pikë diferencë për vendasit, duke se gjithçka është vullosur dhe këtë konfirmon dhe trajneri i Baskonias Galbiati, i cili shpreh se asgjë në pjesën e parë nuk është zhvilluar siç duhej dhe se skuadra e tij nuk ka hyrë ende në lojë. Në periudhën e tretë shpërthen Toliopoulos për Panathinaikos, i cili shënon 4-3 pikëshe në pak minuta dhe diferenca i kalon 20 pikët. Në periudhën e katërt nuk ka më histori dhe luhet vetëm për statistikë, ku përveç Toliopoulos që shijon rikthimin e tij në fushë nga dëmtimi me 5-3 pikëshe gjithsej,
aktivizohen dhe lojtarë të tjerë të rinj, si Samudorov tek Panathinaikos dhe për Baskonian luan talenti 17 vjeçar sloven Joksimović. Përfundon pa shumë histori me fitoren e Panathinaikos që rikthehet tek suksesi pas asaj humbje surprizë në Mynih javën e kaluar dhe tashmë mban stabël vendin e 8, ndërsa Baskonia zbret në vend të 16. Euroleague do t'jetë e pranishme edhe këtë të mërkur në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Bëhet fjalë për sfidën mes Virtus Bologna dhe Fenerbahçe, dy ekipe që ndodhen në 10-shën e parë të Euroligës. Në fazën e parë, Fenerbahçe ka fituar në Stamboll ngushtësisht 66-64. Virtus Bologna Fenerbahçe. Kjo në ora 20:30 do të vi drejt për drejt në RTS Sport për të plotësuar kështu javën e 23 të Euroligës në basketboll për meshkuj. Virtus vjen nga 3 fitore në 4 raundet e fundit të Euroligë dhe në këtë mënyrë ata kanë mbetur shumë të fortë në garën për 10 vendet e para në renditje. Aktualisht Virtus ka 11 fitore dhe 11 humbje në 22 javë, ndërsa kanë një fitore më shumë se sa Žalgiris dhe Crvena Zvezda, të cilët zonë 2 vendet e fundit për ndeshjet në zonën play-in. Një nga fitoret e tyre më të rëndësishme të sezonit u arrit javën e kaluar, kur ekipi i trajnuar nga Duško Ivanović mundi Dubai në transfert me rezultatin 80-72. Virtus ka treguar shumë herë këtë sezon se sa mirë ditë mbrohet, por e vërteta është se kjo ka ndodhur më shpesh në Bolonjë se sa në transfer. Tani i presin 2 ndeshje në Itali dhe me këtë kalendar kanë një mundësi më shumë për të pozicionuar më në fund brenda 10 më të mirëve të Euroleague. Fenerbahçe e vërtetoi statusin e vet favorit kundër Valencias, teksa fitoi në Stamboll 82-79. Kampionët në fuqi të Euroleague aktualisht ka një rekord për 14 fitores dhe 7 humbjesh, në total 28 pikë. E nuk ka dyshim se përparësia absolute është të përfundojnë në 4 vendet e para dhe të sigurojnë avantazhin e fushës në shtëpi për raundin çerkfinal. Asnjë ekip në këtë garë nuk është në formë më të mirë se sa Fenerbahçe, kur shikohen rezultatet gjatë 2 muajve të fundit. Ata kanë vlerësimin më të mirë mbrojtës dhe u lejojnë kundërshtarëve vetëm 79.8 pikë për ndeshje. Në pothuajse të gjitha parametrat kryesor mbrojtës, ata renditen të parët dhe ky është identiteti i këtij ekipi. Në muajin e parë të sezonit, ata kishin shumë probleme në sulm, por me kalimin e kohës, Fenerbahçe po duket gjithnjë më i mirë edhe në atë pjesë të fushës. Horton Tuker dhe Baldwin janë lojtarë që mbajnë sulmin, ndërsa së fundmi Nando De Colo u është bashkuar atyre pasi mbërriti nga Asvel. Fenerbahçe mposhti Virtusin me rezultatin 66-64 në pjesën e parë të sezonit, që ishte fitoria e tyre 4 të radhësi në përballjet e drejt për drejta. Alen Smailagić i lënduar për Virtusin, ndërsa Luka Vildoza është në dyshim. Colson, Chris Silva, Will Bekin, Zagars dhe Bango janë në listën e lojtarëve të lënduar për Fenerbahçe. Gjithsesi, ndeshja premton spektakël në parket. Kemi ardhur në fund, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga Telerevista Sportive dhe kolegët e RTS Sport për këtë edicion informativ. Ju falenderoj që ishit me ne dhe shihemi sërish nesër.